Përshëndetje miqtë e Radio Eani dhe mirë se vini në Biofolk. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar një këngëtar të njohur, jo vetëm të muzikës popullore, për sa i përket dhe programit tonë Biofolk, por edhe të muzikës moderne të asaj të lehtë shqiptare. Por ne do të fokusohemi sot tek muzika popullore, sepse emisioni ynë titullohet Biofolk. Kam kënaqësinë të kem të ftuar këngëtarin e mirënjohur të këngës popullore kryesisht të trevës së Shqipërisë së Mesme, Steve Boka. Mirë se erdhe, Steve, në Biofolk. Mirë se gjeta Gazo ke Biofolk. Ne kemi bërë disa intervista. Kjo është intervista e parë që jemi edhe vizive. Me kamera, me kamera. Keni bërë kështu. Kam kënaqësi shumë të madhe, sepse unë personalisht të vlerësoj, qoftë në rrugën e muzikës që ti ke ndjekur që i vogël, dhe për të arritur deri këtu ku je sot, domethënë që njihesh nga të gjithë. Shumë faleminderit për gjithë to fjalë të bukura. Mos na bëmë më shumë se vjen si këtë. Steve, para pak kohësh keni publikuar këngën tuaj më të re, të titulluar Beqarnia. Në fakt nga titulli, sepse kuptohet është një këngë që edhe përdoret për dasma, ndoshta jo shumë për ato që janë beqar, po përgjithësisht më është një këngë e bukur, ka një besoj jep një mesazh të bukur. Po, faktikisht kjo kënga tematika beqarnisë, se ishim bërë shumë këngë për beqarnin, po doja me bëj një tematik që është për ditën e festës beqarnisë të mashkullit. Është një ditë para dasmës. Ai nuk ka nis. Po është me traditë kjo, është traditë që bëhet një festë për beqarnin. Dita një ditë para dasmës. Gjej rastin falenderoj kompozitorin Edi Balili për këngën dhe për tekstin, bashkë me Ardian Trebickën. Ishte një këngë, shkova tek Edi dhe i thash, kam këtë gjëta, çka se do ta qenis unë. Në fakt, ky është bashkëpunimi i parë me Edin. Bashkëpunimi i parë me Edi Balilin. Si u ndjeve në studion madhështor të Edit? Mirë. Edi është, paçka se Edi ka punuar dhe shumë vite më përpara me babin, edhe isha komod tek studio ti, merrni më jepni një ide, po shkoj mirë, kënga flet vet. Po. Dhe kënga ka ecur goxha dhe në fakt është një këngë që ty të shpërshtatur shumë në karakter të zërit tuaj, të performancës. Sigur, më qep si kostum fix, po më pa ato defektet. Kjo vërësisht, kur vesh kostumin, njeriu ka ato defektet e veta, po kënga është, jo, më pëlqen shumë, kënga më rrin shumë mirë. Përveç se është këngë e bukur, është pëlqyer, shumë është pëlqyer dhe videoklipi. Te klipi ka një gjë që klipin e kam ideu vetë. Kisha qef me bë, kisha një si tip, kur kam qenë i vogël, shifra ato dasmat që u boshin në poroboret e shtëpiave, dhe doja cilë atë gjën e vjetër. Në fakt e bukur shumë. Sepse më kishte ngel në mendje kur isha i vogël që ishin dasmat nëpër shtëpia, se tani nuk bëhen më, bëhen gjithë ka marrë malli fakt për par dasmat të atilla para 30 vitesh. Ishin të vështira si dasma, po kishin atë bukurinë e vet, dhe unë atë gjë doja të transmetoja tek publiku, se çdo kush e mban mend atë dasmën që u martote një kushuri ose motra ose vllai dhe u boshin dasmat nëpër shtëpia. Atë tipologji doja me servir. Dhe kënga vërtet është prit mirë, pra ke marrë një feedback mirë nga publiku. Këngë popullore, për dasma. Vjet re, Steve, që ti ke sjell krijimtari të re popullore. Nuk është vetëm këngë kjo Beqarnia, po edhe këngë të më përpashme, si Shokët e mi, Kapedani, të dedikuara dhe të pëlqyeshme. Dhe kjo është fakt gjë e mirë që ta pasurojmë traditën e popullore me këngë të reja. Me thënë të drejtën, ne si artist kemi për detyrë që ta kultivojmë artin shqiptar. Mos bëjmë vetëm gjëra komerçe, të tash, po e mira është që ne t'japim, nga shpirti jonë t'japim disa gjëra të mira që arti t'ketë vazhdimsi, t'ketë krijohet një luftë e bukur midis artistëve me këngë të bukura. Po, kjo është e bukura. Kjo sjell zhvillim. Se tregu muzikor në fakt sot është bërë pak i vështirë. Faktikisht, nuk është vetëm në Shqipëri, nuk e di, është sigur është dhe në botë kjo gjëja, që nuk ka më krijimtari të reja, si në për filma, shumë në poezi, në gjëra, janë akoma... Por ne po flasim për vendin tonë që ne shikojmë vetëm ato rrymat e huaja. Po dhe ne do e kalojmë të këtë pjesë, ne jemi shumë popull i talentuar.
Kemi kompozitor shumë të talentum, kemi këngëtar shumë të mirë dhe shumë talentum. Dhe ti ke ruajtur traditën, sepse natyrisht nuk ka diskutim ostaruar, sepse e ke trashëguar të traditë edhe nga baba juaj, këngëtari i mirënjohur Reshid Boka, miku im, edhe e them me plot bindje që është një artist vërtet që për dekada ka kontribuar në muzikën shqiptare, dhe ti ke trashëguar, jo vetëm ti, dhe Olta motra. Gazo, më thonë drejtën, është gjinof mos ta trashëgoje se unë jam rrit me muzikën popullore qytetare në shtëpi. Babi më ka marrë gjithmonë mas vetes, si në për dasma, në për lokale, dhe unë jam rrit me muzikën popullore qytetare, dhe është një gjë që unë e dua shumë. Dhe pse mos ta servirim. Personalisht për ty, ka qenë më tepër dëshire juaja që i vogël për të vazhduar me të rrugë me muzikën, apo ndoshta nxitje më e madhe e Reshitit? Faktikisht, fëmijët e kanë, domethënë, nuk është se kanë atë dëshirën, se fëmijët e kanë ke lodrat, por ishte diçka që babi e pa që si unë si Olta e kishim talentin, dhe në klipin e parë, këngën e parë, unë kam qenë 5 vjeç, Olta ka qenë 8, se diferencën 3 vjetë e gjysë e kemi, por është një insistim i babit, një investim tek ne që nga mosha e vogël deri më sot. Dhe ti, unë e thash që në fillim, që prezantova jo vetëm si këngëtari këngës popullore, se ti ke provuar një mosh më të re edhe muzikën moderne apo të lehtë në disa kompeticione si X Factor apo koncerte apo dhe festivale fëmijësh. Pra dhe ato kanë qenë eksperienca të bukura për ty. Normale, duhet të vjen eksperienca sepse ti u lumton në shumë ujëra dhe shef aty ku ke ujërat e tuaja më të forta. Dhe unë besoj që ujërat e mia më të forta janë ke muzika popullore e Shqipërisë Mesme. Dhe pse du që të trashëgohet muzika popullore qytetare e të gjithë trevave në Shqipëri, sepse duhet, sepse janë shumë të bukura, kemi këngë shumë të bukura që nuk duhet humbur. E vërtet. Steve, ne thamë që ti ke sjell krijimtari të re, por ke kënduar dhe këngë të vjetra popullore që janë të kënduara nga këngëtar të njohur më përpara dhe i ke risjell. Pra ke gjetur ndoshta këngët që të përshtaten më shumë me zërin tuaj. Ajo faktikisht më lindi si ide, isha në studio dhe këngë që të këngëtarëve të njohur Shqipërisë, edhe thash pse mos i bëj një version siç ma do zemra mu. Ju fusja në studio, një regjistrim të vogël, një video dhe idhe në rrjetet sociale. Dhe më shumë e kam bërë për qefin tim, por e pash që edhe publiku ma përkrau shumë. Edhe do vazhdoj akoma më gjatë me këto videot. Po patjetër që se tani rrjetet sociale janë ato që të bëjnë më jo të njohur, por e përcjellin më shpejt tek publiku. Po, ajo që na çon edhe më afër publikut. Edhe merr një feedback më të shpejt. Po, ajo është sikur që janë. Ke bërë dhe bashkëpunime, në fakt ti Irken Syka, që është shumë i talentuar, po dhe Lorenci Astrama, jeni një treshe që bashkarisht kudo që shkoni pra kulmoni dhe përqeheni. Si treshe vllazërore, neve Irkenci, unë kam raport shoqëror, vllai, edhe kam vite, njifem që në X Factor, sepse Irkenci ka qenë në atë X Factor vocal coach. Që kë X Factor kam qenë, dhe që atërë, deri më sot nuk kemi ndaj, s'këna për të nda. Dhe na merë na kryon këngët, na kanë menaxhim, si mu bashkë me Lorencin. Edhe bashkë dini ndoshta edhe në për koncerte ambiente? Po, dalim në për koncerte, dhe kur s'jam unë për shumë është Irkencin, i shiftu me Irkencin s'kenë prapa, ty më s'kenë mrapa me Irkencin, e kemi këta gjënë, i kemi këto që shkojmë mrapa njëri tjetër. Bashkëpunime tjera, ti ke dhe një këngë shumë të bukur me një tjetër kompozitor të njohur, si është Mario Brego. Po, me Mario Brego. Jeni në duet. Pra, është kombinuar zëri juaj me zërin e Marios dhe keni sjell një këngë që është në formën një balade në fakt. Po, ajo është një këngë me motive jugore, se dhe unë jugun si veriun, unë i kam qef të ujrat me lëviz. është një këngë me motive jugu. Faktikisht, l'idea lindi, shkova ke studio Marios nga ora 1:30 natës. Qa do bëjmë, fillëm të shkryt tekstin të dy. I thash, Marios, du të bëjmë një këngë për emigrantët, po nuk du ta shkryjmë fjallën emigrant aty. Po që dedikohet për emigrantët. Ta në kuptojmë. Rezultoj shumë e bukur, faktikisht ne bëm atë natë po thuj se 90% në këngës dhe strofa 2
kemi ngel 1 muaj pa e shkrujt, mas 1 muaj e kena shkrujt. Se nuk edhe frymëzime për të vazhduar. Ishte me të vërtet ishin, si unë si Mario ishin fjalë shpirti aty. Unë po imagjinoj kushurinë tim në emigrim, Mario po imagjinonte një të afër në vetë në emigrim, po bënim sikur ishim ne në emigrim. Dhe rezultoi e bukur, kënga ka 11 muaj që ka dalë. Edhe ka kaluar miliona, domethënë, gati 2 milionë gjys. 2 milionë gjys është në rregull, kënga shumë e dëgjuar, kemi marrë shumë feedback nga këngë, shumë urime nga njerëzit komentuesit në rrjetet sociale, si në YouTube. Po shpëlqyer shumë si këngë. Ju jeni familje muzikantësh tashmë, përbën një treshe shumë të mirë, pra edhe kur Tresha Tiranëse, edhe kur dili bashkë të tre, që keni bërë disa bashkëpunime të tre, por dhe ti me Reshitin bashkarisht domethënë. Nëse flasim për të bashkëpunime, keni sjellë këngë popullore të treve Shqipërisë mesme kryesisht. Po, këngë Shqipërisë mesme kryesisht, babi ka një këngë të re tani, e ka për ne fëmijët, se ka çuar dot. Po, është këngë re. Pritet këto ditë do xhirim klipin. Është këngë e babit, po ne thjesht jemi fut në një, po do ta lej surprizë, po e lej surprizë më mirë. Po ndonjë bashkëpunim thjesht ju të dy, ti me Reshitin bashkë, pra një kombinim ndoshta 2 brezash me një këngë ndoshta qoftë edhe të re, po edhe të vjetër të njohur popullore. Me thënë drejtën, nuk na ka ardhur materiali, sepse është gjë që duhet bërë, po nuk na ka ardhur materiali. Besoj them kur të vi materiali, të vi një material i mirë dhe ta bëjmë si me babin, si me Oltën. Steve, përveç se në koncerte që zhvillohen si brenda Shqipërisë, dasmat janë një prioritet juaj? Dasmat, aty... Si mos jenë dasma ku bëtë kanë për beqarnin. Aty merret kënaqësia madhe. Ndasën, sepse unë dasmën e quaj si një gjë të shenjtë, kur çifti që do martohet e ka ditën e vet më të shenjtë dhe e ndjej si respekt që më ka mund dasëm. Prandaj dasma ka gjën e bukur, ta bëj pak shumë më sportive. Nëse kur ikin lokal, kam me stresin në erdhën njerëzit, ose erdhën njerëzit. Dasëm i siguruar. Kur shkon dasëm e di që ta ka mush nusja me dhomën, i ke njerëzit, i ke aty ti vetëm kënaqur. Steve, cili është emocioni që përjeton kur këndon live përpara një publiku? Qoftë dasëm, qoftë edhe në koncerte. Me thënë drejtën, emocioni. Janë ca emocione të pashpjegueshme. Thjesht para se të dalë në skenë kam në atë emocionin. Po, kur dalë në skenë më shuhet, e nuk e di se kuptoj atë gjën, po që ky emocionin a ma gjallë që ta bëjmë me dëshirë këtë punë. Dhe përveç Shqipërisë, ti ke udhëtuar besoj edhe jashtë për koncerte. Po, kemi udhëtuar. Në vendet fqinje ndoshta. Po, në vendet fqinje ku ka shqiptar, në Itali, në Gjermani, këto jemi në lëvizje. Në projektet e së ardhmes, ti në fakt të javë ke një koncert që do ta kesh ndoshta fundjavë, duke të shtunë. Po, të fundjavë jemi në koncert në Shesh Tiranës, jemi me janë këto tifo grupi i motoristëve në Tiranë edhe bëjnë koncertin, bëjnë festën e vitit tyre dhe na kanë zgjedhur mu, Lorencin, jemi në koncert në Shesh. I presim njerëzit, hajde kënaquni, shihni motora. Gjë e bukur do ishte. Hajde kërceni çik muzikë rock, muzika eng, gjitha do t'i bëjmë hip hop, do t'i bëjmë gjitha. Dhe pak më vonë do të jetë edhe një event shumë i rëndësishëm që bëhet fakt çdo vit, ka mbi 30 vite, Sofra Tiranase. Ti do të përfaqësosh familjen Mboka këtë herë. Ai është një ndër eventet që unë jam rrit me ato evente. I ndjeri Erben Tafaj ishte një zotëri që i dha shumë vërtet vizionar, po. Vizionar edhe unë ja kam thënë dhe familjarëve që Stivi nuk do mungoj kurrë në Sofrën Tiranëse. Stivi është i shtëpisë aty në Sofrën Tiranëse me dëshirën time të madhe, sepse jam rrit në Sofrën Tiranëse. Sofra Tiranëse më duket se është bërë në 94-ën po kam mbi 30 vite që bëhet. Unë faktikisht 30 vjeç jam, edhe unë kam pa gjithmonë se shitin nëpër Sofra Tiranëse që edhe shoh dhe publikun që njerëzit me zor e presin Tiranësin dhe me zor e presin Sofrën Tiranëse. Do jetë një publik 100% Tiranës. Faktikisht nuk është 100% Tiranës. Ka dhe pak ndoshta që kanë filluar dhe shumë njerëz nga trevat e tjera që vinë blejnë bileta para Tiranësve, por që është një koncert që ka rezultuar
ka 30 vite që nuk është ndërprer asnjëherë, edhe është koncert shumë i bukur që merr benefit, këngëtari merr një benefit shumë të mirë atë. Dhe ti do kesh ndoshta ndonjë material muzikor të Shqipërisë Mesme? Po, i kam 2 këngë Shqipërisë Mesme. Po, për lej surprizë. Po, sepse nuk duhet ta zbulojmë pak, sepse nuk kanë zbuluar dhe pjesët e këngëve që do këndohen. Muzika popullore në fakt është e bukur për çdo këngë që e këndon. Kur ve pasionin dhe atë punën e madhe për të investuar tek vetja dhe tek e ardhmja. Sa ndikon tek ti një këngë popullore që vërtet këndohet shumë nga shumë këngëtar, por kur ti e këndon ndoshta të emocionon më tepër. Jo këngë re, këngë vjetër popullore. Është si më thënë, nga që më pëlqejnë shumë, nuk di të ndaj njërin nga tjetra, po kur jam dhe vetë makinë darkave kryesisht, ose kur jemi në qetësi, hapim këngë popullore, edhe rrimat e qetësinë tonë e kënojmë për qefin tonë. Zene se jam i popull i thjesht, po kënoj për qefin tim. Ja, dhe intervistën e bëjnë shumë modeste të thjesht, se edhe publiku, dëgjuesi e shikuesit na ndjekë dhe të kuptojë dhe esencën e kësaj bisede të këndshme dhe miqësore midis nesh këtu në Biofolk. Do na këndosh në një gjë, besoj? Ta kënoj një? Sepse ti gjithmonë publikon gjëra të shkurtra të vogla. Ja, po vej këngë. Robi s'plaket kur i vjen mosha, robi plaket kur don vet, robi s'plaket kur i vjen mosha, o robi plaket kur don vet. Faleminderit shumë kënaqësi dhe ishte episode shumë bukur dhe është një këngë shumë e bukur sepse këngë që është kënduar nga shumë këngëtar, por që mbetet një nga këngët hit. Shumë se robi plaket kur do vet. Dhe ti the bëre 30 vjetorin këtë vit. Po, sot jam 30 vjeç dhe jeta më thërret. Edhe i 100 të bëhesh edhe gjithmonë me këngën, domethënë, në vazhdimsi tjetër sot. Së fundit një përshëndetje për dëgjuesit, shikuesit e Biofolk, po edhe miq të adhuruesit tuaj. Dëgjoni Biofolkun se ka muzikë bio, keni për të kënaqur fare. Ishte kënaqësi Steve, unë të keni shëndet dhe suksese. Shumë faleminderit shumë. Dëgjues dhe shikues të dashur të Biofolk, ishim në këtë program me këngëtarin mjaft të talentuar të këngës popullore kryesisht, por edhe muzikës të shqiptare, Steve Boka. Një bisedë mjaft të thjeshtë që përcolli emocion, besoj dhe tek ju. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe mirë të gjofshim dhe mirë takofshin në emisionet e ardhshme.